Ish banorja e Big Brother VIP Kosova 3, Leila Seferi, ka konfirmuar zyrtarisht ndarjen nga partneri i saj, Leonardo Gashi, me të cilin krijoi një lidhje të shumë përfolur gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në vend. Pas javësh zërësh e aludimesh, Leila ka thyer heshtjen përmes një postimi në rrjetet sociale, duke i dhënë fund çdo dileme rreth statusit të saj sentimental. Në Instastory, ajo tani ka ndarë një imazh ku shihen disa valixhe dhe ka shkruar vetëm 2 fjalë domethënëse, kapitull i ri. Ky detaj i thjesht, por me shumë kuptim, ka bërë që ndjekësit të kuptojnë se ajo është gati të lërë pas jo vetëm një marrëdhënie, por edhe një periudhë të rëndësishme të jetës së saj. Gjatë kohës në Big Brother VIP Kosova 3, Leila dhe Leonardo u bën një nga çiftet më të komentuar. Ata fituan vëmendjen e publikut për lidhjen e tyre spontane dhe momentet romantike brenda shtëpisë. Aktualisht, Leila nuk ka dhënë detaje të tjera për planet e saj, por nga ajo që shihet, ish banorja duket e përkushtuar të përqendrohet në vetveten, karrierën dhe një fillim të ri larg Kosovës.